më gjeti një barank. Vështirë ishte, e vetmja grua që punoja me bimët mjekësore, ose duhet të ikja në Mërgim, ose duhet punoja në Shqipëri. E dua shumë vendin tim. Kam lindur dhe jetuar në Delvin, unë e dua shumë Delvinën. E dua shumë vendin tim. Dhe i kam dashur dhe shumë bimët medicinale. Kam mbaruar shkollën për agronomi dhe kam filluar në vitin 1972 me bimët mjekësore. Atëhere ishte sistemi tjetër dhe punonim 300 gra me këto bimët mjekësore. Sistemi ishte ndryshe, e grumbullonin kooperativat, e grumbullonin njerëz të ndryshëm për të jetuar dhe të gjitha këto gratë punonin dhe i pastronin dhe i eksportonin. Në vitin 1994 u ndryshua sistemi. Unë ngela e pa punë. Doja të jetoja.